Tani, ne kemi 7 erë që po na mundin. E kupton ti? Dhe ky thotë 7 erë na kanë mundur, po tash ju mos i thoni gjë opozitës, se fajin e ka Rama që na vidh. Largojnë që këta fëmijët plus 18, pak fare, se do them 2 fjalë. Pak ata fëmijët largojnë 1 sekond, ata fëmijët. Ore, ja që mos stres. Ore, Rama ka 7 erë që më qi. Tashi ti thoj Ramës, ore, Rama po bën detyrën si kundërshtar mua po më qi. Dhe tani unë s'kam si i them Ramës, se Rama atë detyrë ka të na qije. Dhe ai po na qi. Dhe unë duhet i them këtij timit, do me them duhet i themi këtij timit, këtij tonit të opozitës, që o ju të kryesisë, po na qi Rama, do me thënë, do na ndaloj njeri që mos na qi Rama, duhet ju themi këtyre tonëve ne, juve thoni jo Rama, po Rama vazhdon bën detyrën, po na qio. Çdo t'i themi Ramës ne, po na vidh, po na bëj çdo gjë. Tani 7 erë ne kemi humbur, duhet ju themi këtyre tonëve, ore, mos çalon gjë në juve, bre, se sa herë kalon Rama këtej na qino. Tashi, do ta qim do një ne, apo vetëm sa të kaloj Rama duhet ulim brekët ne. Dhe po i ulëm ne, duhet i themi Ramës, ore, pse na qiti. Ora ju atë detyrë ka. Ti e mbron dot, ti si opozitë. Pa pikturpi, më shkuan të njeri, pa pikturpi. Dhe 7 erë dhe 7 erë na i ka vjedhur. Po kjo është turp ta thuash mo. Po kjo është turp ta thuash mo. Për Zotin, si na volli 7 erë? Na ka vjedhur 7 erë dhe neve prapë e lemë. Ore mos na vjen mirë, këtyre mos ju vjen mirë që na qi këne. Është turp mo. Përveç të tjera 100 erë kam thënë. Jo, thot ai, njeri më shkuante të mos shqyejmë opozitën, ta janë militantë të sëmundë që mua më bëjnë, do me thënë, të mos merre me fare, me politikë, me këto për Zotin, të mos shqyejmë politikë. Ore na ka shqyer bythën këne, ore. Këta thonë, jo opozitën, mos e prekni petullet, jo, petullet, bani me petulka. Po të marrë një trutë, po ikni ose jo u qiva zaraba. Ore ka 7 erë, po na... Jo, Ore, jemi Parti Demokratike, më, qarë jemi? Jemi Parti Demokratike, po qarë janë këto tani, më? Po qarë janë këta militantës mu që më hynë këtu, që unë, thash nuk dojtë nga e odha atë videon, më. Nuk dua më se u lodha, jam lodhë shumë, ore. Ore, jam lodhë shumë dhe nuk... Ore, njeriu duhet të shpithi lirë, mo. Njeriu duhet të flasë dhe duhet të thot atë që ndjenë, mo. Po si jo. Po si jo, mo. Po qarë duhet të themi, mo. Po 7 humbi e reshtë, qarë duhet të themi, bre. Po qarë, mo, duhet të themi qarë ka mbetur, mo. Tani ta fshien pas kësa, jo po bona e vodhi kjo, na e vodhi kjo, jo po kjo, jo po lep, dhe po le. Dhe ne nuk kemi fare, ne nuk kemi fare faj vetë. Unë them atë që ndjeje, edhe gjithmonë e kam thënë edhe ashtu del si mua. Po bëni qesharak. Vini këmbë në tokë, pse nuk flisni se myri nëna e ati këtu, nëna e Aulon Kalas. Pse nuk flisni për këto vidit që janë bërë brenda për desë, këta uqri që vidin njera, që se s'dua të flas tani, kupton dhe se nuk dua të flas, po lere tani. Tani 7 humbi e reshtë, do dal njeri si burat atyë. Po së përde, hajde mo tani, hajde vazhdojmë, jashtë ti e fajn opozit, kësaj, këtyre, kundështarit. Pse na qi ky? Po do na qio. Ore do na qio. Ore, pse na qi ky, thot? Pa të detyr ka kundështarja. Të ta fut sa më thellë. E më thellë, po na e fut. Ne jo e ka fajn kundështari që na qi. Po jo atë detyr ka. Do na mbroj njeri i bythën e ma. Jo, thot ajo, mos i thua, po ku ti thema? Timi do t'i them unë.
Unë sot t'i them kundështarit, ore, atë themi, atë themi Edi Ramës, Edi Rama mos na qime, se na dhem, po si, qa të bëjmë? Ku t'i themi? Do t'i themi ti Tonit, do të rokasin. O Toni, o ti, ore, po na dhem, po, jo pushoni tonë ore. Po kam që më 2017, po them, po na dhem, na u bëqa qa fare tani, po turpi Zotit, jo thonë ta. Sa militantës e mund aty. Jo, fajnë e ka populli. Ky popull që, fajnë e ka ky, fajnë e ka Rama që na vjetë fajnë. Ne s'kemi faj fare. Po ja me të bëhemi njërës shumë, njërës jemi 2025 mo. Ore, mos ta na din akoma që jemi në gjungër në vitin 1900 mo. Pëtono. Dalin thonë, do me thënë, deklarata të pa, do fitojmë kaq që do fitojmë maq, e kur vjen puna. E pas e unë një kokën e nabodhi, ajde ma këtu tani, ajde ma këtu leri portët, ajde ma këtu për para, ti ke përgjësi ma, 7 vjetë, ke përgjësi ti ma, leri ma këto tërë këta, këtono, rinë aty shkoj, na i vodhi, ore, po që kërë kemi thënë që na i vjetën, a du ti, po a du to, që më 2023 është mos hyni me, i kam vitët aty, mos hyni me. Kuse tani, ca deputeton, tashina unë mbush mendja ne, që pa qeveri teknike, dhe pa. Kuse tani që ju e shtyt këte, tani as me qeveri teknike, as me leq, as me presh, nuk e mundin me do tramën. Më rëdhesho, kjo është realiteti i zi, po që duhet thënë, dhe që duhet të regoni ca bura ju që jini aty brenda, e që ta shi fshiuni, tani Berisha i shkrejtë, beri gjithatë fushatë, 81 vit o plak, edhe beri, si djallë këtë ratë fushatë, tani fshini pas bytës të Berishës, del Berisha ta shi në orën 12 për të justifikuar, do me thënë në vodhin këtura, fshini pas bytës të dini aty ini bura, ini bura, të thoni lere mësë është gjyna këj popull demokrat, që priti nga ne, edhe ne i lamë vetëm mund, dhe ne i lamë ramën 7 erë sa u benë, për ka do të dali një bura aty të thotë, lere më tani, se një diçka nuk shkon këtu. Po ata që na mëzit një pushoni do të mos kritikoni opozitën, po ku t'i them uno? Unë opozitar jam, ku do t'i them? Këti timit do t'i them, o timit. Do t'i them, po na qiky. Edhe këj timit thot, skaq, se do t'a qimë radhës tjetër venos. Po dallo pisa me qimin 2013, po skaqo, po me qimin 2015, po skaqo, po me qimin 2017, po skaqo, po me qimin 2011, po skaqo, po me qimin 2021, po skaqo, po me qimin 2022 të pjesme, po skaqo, 2023 lokalet, me qimin, po skaqo, 2025 me qimin, po skaqo, po jo ka gjë se më të mbyta.